Ky emision mundësohet nga Dhe Gjevalon, Shëndetje. si e? Jeni? Mirë, ti si je? Se vjen Prishtinën me trafik. Po, edhe që ka marru libra. Libra. Me Kindles. Si shkon puna në transformimin digital? Mirë. Pak shpejt po ndodhin gjonat. Sidomos tash në këtë kohën e AI. Këgja shpejt po ndrojnë, edhe kemi nisë prej vjetë po bojnë trajnime, edhe ishën kështu duhe folë me disa për me zhvillu këtë trajnimin në nivel të Kosovës. I thash da qërë dhe shumë për mojë trajnime për AI, 23 javë për du një bo update slide, se për del diçka e re, për del një tool i ri, një platforme e re, edhe për shta për thëmë është mirë, po shumë shpejt për shkonë, me hec me hap kohës, po është këgja sfiduse, po du të kanë herë me ne dhe kanë të rënë katët mëngjesit, Me analizu. me analizu, me mësu, me provu, me testu se që shto javojnë pak a shumë. Edhe tash transformimi edhe thot diçka plus për Kosovën, për kompanitë, se më shumë merresh me kompanitë dhe transformimin digital. Po ne në sani parë është që për shumë edhe në botë që ka pëndodhë, kjo pritet të në më ardhë pas janë 80 mujve, është që kjo reduktimi i stafit për shkak të transformimit digital, për shkak se shumë shërbime, shumë procese kanë mundu digitalizu edhe në forme me zavendësu me Stafin real. stafin real, vërtet, se cilën sferë, për shkak se qaj është edhe synimi atë në platformave që po bojnë, pra me minimizu sa ma shumë argjimet, proceset, me digitalizu, mi bo ma shpejta edhe që kjo është para shumë që më ndodhë. Alon, unë kam nis një periudhë të re të emisionit, duke dalë në Kosovë dhe Shqipni, po ti i pari për një arsye të vetme si Londër, Maqedoni. Po, Londër të to. Edhe ke kry fakultetin atje, në trego si është. Që me kry se unë kry, po dhe në fund e kënë qu, që ane e kena alionë se e kena po që për dina, që se është rangu dikush për i studit, se leon, i gëmë të kry me 213 kredi, kështu që me 240 kredi atë diplomojsh, se se dita është shërsh, se është moti. Po, unë të tohë në kam kështu pjesë të malë tjetës, për shkak se studimet i kena kryer akon gjenerata e dytë që për të marrë është dikon do për 212 veta për të marrë për Kosovë atë vetë, 2004, edhe jemi kënaqur valla, është di mikpritje jashtëzakonshme që kanë qenë të tuhu, atëherë të tuhu nuk është kohën që shtësën, se atëherë autobusi në që i ke pike minima. Edhe ke atje, kur shkrishe të duke thuti për shkëm si të namë fush Kosovë, dhe me shku të kampusi i shtunit. Po tani pa zhvillome ka qenë si pjesë. Pa zhvillome 2004. 2004. Ti ka qenë gjenerate 3 e 4. Po, edhe prej atëherë tash kur kesh sëpënomi herë, do më ke kitë tjetër, edhe pse shkri këgja shpesh, edhe kështë njerë në 3 muj pa shkun të to, i kem na Kosovartë atje i kira lonë do farë venë që kështë shkojna me Mallëndimi. Po, mallëndimi, do në shkojna uri i kam kështë 3 pika, do më që shkoj, do më mas pari historin të to, që shkojna shojmë atë, tani a i demi për me reklamën të kështë? Po, lere. Po, se fishën midpoint hajshin Gjivreka, me susam shumë mira, edhe e luta me hamburger. Ato në pasuria jo. Në reqajt, e ne e venit treat, me shku me hongër apëllore e rinia, ambëltore edhe kallë për tjera. Së kujtojnë aty të gjami alarme për mas, kur të është një shkolle e mesme, është një fura që i barojnë. Gjimnazi. Po, që aty shkishim e shumë të kifle me djatë në sene. Po, edhe kështu me shëtitë dhe me po, në ka gjonë shumë omëll që thujnë, vëdhen. Pjene mirë.
me pa edhe kena shumë shokë, dhe jo veç atë, po në të to. Po shtudje e ka pas qëtë efekt që me nejoni që u konë shumë kështu divizje strategjike se në ka bu bashkë këtë trojtë shqiptare. Gjatë gjiratës tem u këmë bu shok të Gëstivarit, të Kumanovës, Dibrës, që realisht nuk isha mujtë në mi bot, Strugës për shakë, dhe se në ka lidhë së djena friends në Facebook, LinkedIn, edhe i shohim aktivitetet të tëne, i shohim që u vojnë, edhe për mu për shama mu ka bu edhe me gru, se edhe gruaja më bu në fakultet aty, ju ka e ka priardin prej të tovës, familja vetë, edhe këtu jetojnë Mitrovica ata që më aty, edhe jena njërtu, sa dijem të martu, mi kem 2 fëmijë, Nga jetë gjatë? Unë që të behegone, edhe se më dhonë ndër të tove piseasë. Piseasë. Edhe që është. Më vjen mirë që ke memorjet mira për Tetovës. Tetova është këtë qendre shqiptare në Maqedonie, pa dash ta në shkallësh edhe vende tjera normalisht, po çdo gjë që ka ndodhur edhe që do ndodhte në Maqedoni të shqiptarët ndodhte në Tetovë. E vërtet. Po në najna shkuve kena bo tifo për Shkëndijën se Ballistët. Po ballistët se një shok jemi besfordoru që në atë kohë ka qenë kështu këgja i përfshim me plisat në Prishtinë. Po. Edhe kur u bon bashkë atje, u patëm bo një grup shumë i madh. Edhe e majnë men të qëm se dhja i një ndikë të pa Shkëndija në atë kohë, nuk e di që pa të ndohë, a pa të shku finale. Po këtë shish. Në anën e kupës ka qenë me Makedonia Gjorgje Petrov në atë periudhë. Shumë shish i full njerëz të folë të bërtet shëbëdhem. Vazhdo që me Shkëndi mos të ki Kosova o Barut. Edhe kjo ka qenë pas konflikteve në Kosovë edhe në... Po, ka 2004-2005, në kishë dash më konë 2005, qatë pranverë nështë dash me qenë kështu si kohë. Nëse nuk të raton mba mendja. Po që qa mu kujtuar, që... Po mirë, ajo gjërat e mira mba në mend, voglet e lejtë. Valon, unë e shoh shumë, është pashtë dhe pjesë profesionalisht, shumë është aktuale tema e diellës në Shqipëri, për shkak të arsyetimit se do pastrohet korrupsioni. A mundet e AI të pastrojë korrupsionin në sesion? Me pastru s'kisha guxu me thonë, po çdo digitalizim që buhet rri transparencën, për shkak se lën shenja, log, data, edhe ti mundesh tani me gjetë, me ndjek edhe me pa se ku është ajo. Për çto të na shtetet e Ballkanit hezitojnë me bëj digitalizim, transferim digital, dhe sepse ekspozon tepër shumë edhe nxjerr në pa këto mundësi të cilat munden me mundësu dikon me keq përdorur sistemi. Po diella në këtë rast, unë mendoj që Edi Rama e ka kështu pjesë përbërëse të identitetit të tij, këtë pjesën e vizionarit, që sheh pak më larg edhe merr vendime që jo domosdoshmërisht duhet më konë 100% të definuar. Pra, te del na që mirë me startups, zakonisht që është zhvillohen, edhe ti nuk e ki të qartë që ka më shku dhe në fund, po te e merë përsi për me qunë një hap manalti. Edhe mendoj që ka me pas dikim, përveç PR-it, dhe më thonë, edhe implementimi, edhe monitorimi, edhe që i lënë gjurën se çka u përdoret tek përdoret, bëhet. Sepse që te definon kriteret, se mos po të nderajnë kriteret e caktuara, e oj që kam shku me bu cross check, a është plëcu që kjo është plëcu, bëhet, ekzekutohet, edhe shkon për pa. Po, të merit me pa, se është shumë herët. A i shefi që kontrolon e AI-n diellën, a mundet me manipulu? Po qërë, s'ka sens që s'mund më manipulu online, po dalimi është që e në gjurë. E uptan, do në që është dalimi kryesor, se edhe atë në që përdion e
databazën e Prishtinës. Shku Tetov, më shku në Patarinë aty, edhe ai e ka kamerën, e ka rompën, e ka sistemin aty, po dikush mundet me fshi. dikush mund të fshi, dikush s'kthen kusur, vden edhe ç'kjo është ideja, që bëhen mundësi të ndryshme. Po, prapë them, e ngushton. Sa më shumë që e bën, e ngushton. Atë Okej? AI në jetën tonë në 5 vitet e ardhshme si do jetë? Jetën tonë në shtëpi, në obligimet familjare. po ai veç ka ardhur. Po. Është tepër zhvillimi i shpejt, unë edhe dje isha me një panel me fol për AI edhe atë që më bën një pyetje mas 3 vjetëve, çka kishe dëshiruar ti, ose cila është dëshira jote për që zhvillimin e AI-t, edhe unë i thash, me met unë me punë, edhe me pasit punës dhe që ku zhvillohet, në onë që është rreziki ma i madh. Rreziko te puna? Po, këgja shumë, dhe në kuptimin e disa gjanave të cilat na veç i bojë, se industria jonë e marketingut, e konsulencës, është prejkë mas shumë të, për shkak se AI ka të informata dhe këtë botës, tash ja nisë edhe me gjeneru informata sintetike të vetat, gjatë që e letësën punën, e përshpejton edhe në sen që po e përsëris disa herë, është që kërkesat e klientave tonë i plotëson AI, sepse kërkesat që nuk janë nivelet që na të vorë biznese të vogla dhe të mesme, pra që nuk janë për industri. Po nuk na të folë për biznese që vojnë miliarda çarkullojnë. Po na të folë biznese që vojnë çarkullojnë 1 milion deri në 5 milion, kërkesat e tyre të cilat janë AI plotëson edhe nuk ka në sen kështu ma theksume. Po besoj që ka me ndru në pesha edhe në shpete na, dhe për shembull unë e kom blie maqinën e lamjes edhe farjes teshave me AI, edhe e shësha qysh peshe qëfar shprije kina na me i la tesha, qëfar programi, edhe për shkam për optimizën e AI vetë, edhe për bën programin që ashtu që me shpenzu shumë pak energji elektrike. Dhe unë për nevoja tuja. Në bazë të matematikave që i këshirë aty në aplikacion, i bige që diçka, si me thonë, 23 euro në vjetë, argjëj rrymën me qatë programa, qatë setup. Dhe ne tash, në të ardhmen, shumica e gjanave kanë me pasit komponentën e inteligencës artificiale që kam i përshpejtu edhe procesu punë. Dje aty ishim në një panel me bank, edhe njani për aty një programera dhe tha, na në bank e kena fut AI, po jash nuk e di që ka mund bo, sepse kjo bazohet në të dhënat e jo strukturuara, ka problem AI mi për 7.000 vo. E unë e tani në pauzë dhe thash ashtë nga vësh, unë e përdoj një program kontabiliteti QuickBooks. Aje ka shti AI, edhe vetëm kam ndrejsh faturat, shpenzimet, këtë. Pra, dhonat të cilë kam janë dërgu, unë e kontabilistit tem, në 3 vjetë ashme, janë të strukturuar nga AI, që është ma e mira që ka mujtë nërë mu bo. Aje kam e marrë me AI, kam i shti, edhe kam i procesu. Një që shpëndohë me telefona. Na, edenti shqiptarë, na këna qef mi ble telefonat e ri, se cilë telefon i ri, ka inteligencë artificiale. Qoftë me shkujt mesazh, email, foto, manipulim, ki gjana tjera. Për shkak që sa eksperiencës që ne krejojna, për thëmë ati, por që këtë jone në aplikacion të bankës, unë du me pos AI aty. Që që mas 3 vjetëve, na me do mas kena me kërku një lloj komponente të AI-et, për shkak se na shpejton punën, na letën, edhe na bjen të rezultati shumë më shpejt. Për shto, kur për thëmë dikujt, më lejoni t'ja rikujtoj që muajin tjetër, pra në ata që na në tetor, muajin tjetër në nëntor, Copilot e Microsoftit i bën 2 vjetë, me në nëntor, ChatGPT-a i bën 3 vjetë. Që në nga të folë për një periudhë 3 vjeqare, që sa ka ndru gjone. Adhen, nuk është si për para, hajtë se qki e për internetit, se hajtë se bëhet kjo. Ideja është që te duhesh me pas parasysh që AI nuk është aplikacion, AI nuk është një feature i një programi. AI është ekonomia e re, AI është jeta jone e re, edhe është pjesë përbërëse e çdo sani që bojë. Një profesor dje e tha shumë mirë,
Ta çdo ligjërat që unë e bëj, studentët dhe me mund me gjetë në YouTube. Okej. Çdo pyetje që mund ja bu ChatGPT-s. Pyetje vish që ka vjen dashur me posa dëshirën vullnetin që ti me mësu edhe më zhvillu, sepse kur ma let nuk ka qenë Edhe më të qashme ja informacion. qashme përthuaj se gati kitë falas. Mirë. Dhe tash shtem në jetën jo AI, unë e kom pa podcastin e presidentës një ditë shpesha kry punë në KSZ për shkak të zgjedhjeve. Edhe e kom pa gjatë rrugës podcastin e presidentën, një pëlqej shumë një pqasje që i ke bo gjithat asaj institucionalizmit të presidentës, që ke bo qasje personale, njerëzore, edhe shumë kështë dalë mirë të përgëzoj. Faleminderit shumë. Përvojën tregoma. Përvoja, ponaj për ata që i këshyrin podcastat të mi, do anë të rego podcast, kjo ke epizodi 51. Po. Edhe për dikon që i ka shiku disa epizoda, nuk vrejnë me përdalimi se qasja është edhe koncepti është i njëjtë për krejt. Pra, ai roli dhe përgjithësia jam i ka qëto strukturat pyetjeve. Pra, e para ka për pjesën personale, qyshe që u bën pse ja kinis, që ja kinis, që do startup, që roli presidentës, tani çka është të ndodh, qysh ke arrit me bo ambën së ndën, edhe what's next. Pra, që është qaj struktura të CNB. Edhe te presidentja u kun qaja, do anë në qatë format edhe qatë strukturë. Presidentja është shumë e hapën, unë më posë fazën me bashkëpunu me presidentën disa instanca kështu, edhe kër i kun të regu si që kemë të bo, me trego, do anë ideja është që me i servu djena dhe vojza trejave të regime të njerëzve të cilë me resurset Kosovës, me qitë situatë, me qitë gjendje, kanë arrit me dalë të partë në industrinë e vetës e me qitë produktës e shërbet, por me inspiru edhe me i tregu. Edhe njëjta asa ndodhë në prezidentën, ideja ke me tregu personin në rapa funksionit, pra qysh qërë mindset-i ka, qysh i bën takime, qysh organizon punën, qysh ndërtën ekipi. Edhe ashtë qka ndodhi si side effect ose feedback, ke që shumë njerës e kam po vish prezidentën e se kam po tjera, e mërëshin gudzimin me thonë, u dash me abu qëtë pyetje, u dash me abu qëtë pyetje, me sfidu kështu, me sfidu ashtu, edhe adhen që kjo është që te din se e bënë edhe vetë, podcast e ka një koncept ki tjetër, adhen edhe qajo është paka shumë ideja e pse u bo, po, ke super eksperienca, pak sfiduse, për shkak se patë me bo aty të unë në studio, edhe siguri. Po për shkak që sigurie policia sekrete e vlerësoj që duhet nuk mundu më bo aty, kështu që na u dash për 30 minuta mu bojt krejt atje me nis me bo, po super, do në feedback është i jashtëzakonshëm, është një verzion dimenzion kështu më original i presidentës, adhen kështu është një vatë balansi midis protokollit, institucionit edhe podcastit, kështu që unë jam shumë i kënaqur edhe shumë mirë ka dalë. Adhem tash ideja është që u e tablu kështu si podcast bile në Apple, aty kur e pami është top një podcasti për business, edhe është që konsumohet edhe kam feedback të jashtëzakonshëm për kezëve, edhe për të tuaj më kanë thirrë, ka thonë, hey, shumë e mirë, jena të rikëshyrë, edhe në Shqipënisë, edhe ka kërkesa me marrë dhe misafir për atjetë, edhe tash adhen kjo po pak me marrë dhe sënës, edhe se kom prind që bot ka që madhe si platform, po ideja është që tash komi seriozisht me zhvillu edhe po vendoj me qunë në nivel pak ma të nalt, duke me bo një kështu një konference me business people, me bo awards, qvime, të rego aplikacionin e vitit, të rego ndërmarsën e vitit, të rego produktin e vitit, edhe me bo një shpen që me i këthyriva sistemit vlerave, se dhe që kjo kohë në arsua pëse e kom njëse, në një periud kohore, gjithë kush dhe ke fëllke, jep ke mendim, veç pëse kesh dhe kanë gjëfshëm në një televizion ose në një organizatio qeveritare, edhe ju jep ke hapsina, edhe në të një, sash, edhe qka po investoj vetë për maroj, edhe
mi këtë njerëzit që këqyre që Mundet edhe ndryshe. mundë ndryshe, adem du të me thonë që dëshme pas një tezë që t'i kalon 1 milion euro po ka njerëz që onë burek edhe bojnë biznes edhe ndërtojnë gjana, kështu që janë për mi 50 epizoda që se cili mundet me gjetë vetën në çfarë do niveli që është profesional ose me biznes ose çka dua, dhe nëse i ki mërgjem të hanin që ka zënë për gjirafën, e ki duka gjenë lipën që ka zënë që shpërbujnë Sunny Hill Festival, që Unë i kam vret në kuqe edhe video do. Unë i kam shiku krejt edhe... a kina një që të preferume në jo? Po, gjenë t'janë luk. Gjenë po gjenë të është i pari që e kena vo në tavolinë ping-pongit edhe shumë mirë ka dalë. Me gjenë të zme vëllë njerë sa jo kumë që test. Ka Stjeve palacin ka e parë, edhe në këtë pjekës që e dhe një tjera dalin gjenë mirë. Dhe përsa ajo është e mirë, dhe gjenë t'jep të për shumë informata dhe... Jasja personale, e kretë telegrafit ndërtimit ishte aty, atë sa e njohë. Po e vërtet është një histori konkret shto. Rrjetet sociale na kanë ndryshuar mënyrën se si ne shikojmë content për mbajtje. Po. Ka na ndryshuar tash për të keq mënyrën se si duhet të kujdesemi për përmbajtje, pasi janë mbush me video të jo të vërteta, edhe të krijuar prej një prompti. Si duhet kemi kujdes ndaj këtyre, pasi mosha që sheket emision është e re edhe ata mendoj se kanë shumë nevojë që ta dëgjojnë një mendim profesional. Po, vërtet që ka me ndryshuar, dhe nëse ti mund është me pa dhe sot, kur bëjnë TikTok, vetë të gjenume me AI, te për shtirë të dallushme, edhe dje patëm në hapita të që tema, dhe në krimi i videove me AI, edhe e faqëm qysh ka plot njerëz që nuk po mujnë me dallu, që kjo që është shkatësia që mëne që duhet se cili me rritë atë vëmendjen, me pa qa po konsumon, me verifiku, me këshyr, për shkak se adem unë vetë një video, është një video i një që si hiking që cena i prej marit me një varbire të shpelës në deti, aja këtë ke AI, po unë e ungullja, mëse më nua që për në me, adem së më përvrejt. Kërë që definitivisht kam e ndru, unë menej që me shto veprimet që ndodhën tash që YouTube e ndaloj monetizimin e AI-et, për shto pëmdej Sora ose OpenAI shkejt qili, Sora social network për mujtë me qitë vetët me AI, pra ti kime post kanal të dedikun ku kime shku me konsumu video ose përmbaqjet e gjenerume me AI edhe kanal feed me këto të human. Mendoj që kjo pjesa e përmbajtjes njerëzore që e krijojnë nga njerëzit ka me marrë një vlerë dhe dimenzion tjetër, si që është sot dallimi midis pikturës edhe fotografisë, pra te din që mrapa pikturës ka pas po ndore një artist disa orë, po në disa orë dhe jep një farë vlerë të ndryshme prej kësaj të fotografisë. Kështu që po ka me pas të kem, ka me ndryshu, kena me dyshu pak ma shumë, s'ka mi besu me të parën, në një vend si Kosova, Shqipëria, Maqedonia, ku kjo digital literacy është e ullët, po në besoj që dhe ka janori shkuti marsin 2007-ës, na kena me qenë kështë viktimat para të qëti kontentit, po dikush ka me pësu prej një video kampanje fake ose të montume ose të manipulume që shdo quje. Okej. Valon, sti është tash përderisa jemi në vetur, edhe të gjithë bëjmë gabime, si që ajo është e diskutueshme në fillim të emisionit, tregom një gabim, kjo bëhet për sensibilizim normalisht që të vëzitim krejt në bashkërisht më mirë, një gabim që ke bo që e denu dhe që ke marë mësim që nuk e përdo. Nuk e bon mo. Unë mu denu si më denu, se janë shofer profesional, por një që unë e rekomendoj edhe kina vu kampanja edhe me halakate, u kom që mboje timonin ju telefonin, që që e kom rallu shumë përdërimin e telefonin, gati përthuj se kom hek
komplet prej ordërimin në gjatë vëzitjes. Edhe që ajo është këshilla jam, rekomandimi jam i thonë që mos përdorni telefon gjatë ngasjes se jenë aksidente fatale të mëdha, çdo sen pret, po kur gjë nuk është urgjent. Unë shpesh bëj hajgare thëmë ky inbox është për listë e prioritetet të tjerëve, jo tua. Kështu që s'do të thonë që duhesh ti me rreziku vetëm familjen, shoqërinë Edhe tjerët, duke e marrë telefonin ju përgjigj pyetjeve, kërkesave ose me këshy në TikTok aty këtu. Kështu që përsëris mbaje timonin, jo telefonin për gjatë vëzitjes. Kështu që kjo kështë me qenë për krejt ata që përna dëgjojnë dhe që vëzisin. Bëhet timonin, jo telefon. Po. Mësimi mirë. Shumë faleminderit për kohën, Valon. Thjesht është kënaqësi të të kem si misafir i parë prej jashtë kufive të Maqedonisë. Vazhdojmë. Faleminderit shumë Suksese unë. se veç që është të mëngjes herët se tani na të marrë me shumë sa në njëtën kohë. Suksese. Faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga